Emisioni Studio e hapur nisi këtë martë në një mënyrë tjetër. Gazetarja Eni Vasili trajtoi temën e avionit të ulur në ishëm dhe trafikun e kanabisit. Në çeljet e emisionit, për të ilustruar këtë temë, ajo përdori disa bimë kanabis sativa, të cilat i mbajti gjithkohën në tavolinë. Për të mbjell, rritur, kultivuar, korrur më pas, tregtuar këtë bimë që unë kam në dorë, ka edhe punë, ka edhe specialist. Kjo bimë që kam në dorë duket se po na mban peng të gjithëve. Për këtë bimë, sot më shumë se kur flet politika. Zgjedhjet në Dibër i fitoi kanabisi, tha kryetari i opozitës Lulzim Basha. Për këtë bimë më shumë se kur flet policia. Me tonelata llogariten ngarkesat që kapen andej dhe këtej kufirit. Prej kësaj bime, duket se ekonomia shqiptare rrezikon të kriminalizohet për të ngrumbulluar pasuritë e këtij vendi në duart e disa bozëve të kultivimit të kësaj bime. Një farë i kësaj bime, nderuar teleshikues, kushton nga 1 deri në 5 euro, rreth 6.000 lekë të vjetra shqiptare. Një rrënjë zë 1 metër katror dhe zakonisht mbillen fusha rreth një dynim, 1.000 metra katror, me një çmim fitimi rreth 300.000 euro. Janë shumë apo jo? Aq shumë para sa për të ndërtuar një pistë më të madhe se ajo e Rinasit, pikërisht atje ku u kap avioni i ishmit. Avioni që drejtoi nga piloti Guido Guidi. Pas përfundimit të emisionit ku ishin të ftuar edhe gazetarët Artan Hoxha, Flodiana Lala si dhe deputetet Aslan Dogjani e Pier Indreu, mbërritën në News 24, policë të antidrogës që sekuestruan bimën narkotike. Gazetarja Eni Vasili tha se bima narkotike në emision u përdor vetëm për ilustrim dhe se vetë stafi i emisionit do ta dorëzonte të nesërmen pranë organeve policore bimën narkotike. Diçka të tillë pristim, ne kishim parashikuar ta digjnim ndoshta edhe vetë bima nëse do ishte e nevojshme ose për ditën e nesërme ta depozitonim në polici, kishim marrë përsipër këtë gjë. Besoj që është një rutinë e punës normale e forcave të antidrogës. Erdhën dhe shumë qetësisht dhe me shumë mirësjellje, sekuestruan pikërisht bimën që ju po shikoni edhe në plane tani. Sigurisht që është e rrallë që të ekspozohet në televizion një bimë e tillë, por kjo kishte vetëm një qëllim gazetaresk, kjo kishte si qëllim të simbolizonte në një farë mënyre sigurisht të gjithë të debat të madh publik që po bëhet aktualisht, që po bëhet nga politika, po bëhet nga policia, nga opinioni publik për të gjitha dëmet që kultivimi i kësaj bime po sjell në Shqipëri dhe sigurisht jam në dispozicion të përfaqësuesve të policisë të antidrogës në këtë rast apo të kujdo tjetër që t'jap shpjegimet e rastit. Puna e policisë pas saj ka qenë korrekte dhe transparente, madje dhe proces verbal i sekuestrimit të bimës narkotike u hartua në prani të kamerave të televizionit News 24.